Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja kush janë banorët që do të hyjnë këtë edicion në Bigun e Shqipërisë. Edicioni 5 i Big Albania do të nisë me 20 dhjetor dhe këtë vit vjen me një mungesë të rëndësishme që ka prekur publikun. Pikërisht këngëtari i njohur Shpat Kasapi, i cili thuaj se ishte në listën e të ftuarve, u nda nga jeta në mënyrë të papritur, duke lënë pas një dhimbje të madhe te familjarët, miq dhe fansat. Megjithatë, produksioni po përgatit një sezon të fortë me shumë figura të njohura që pritet i bashkohen reality show-ut më të ndjekur në Shqipëri. Lista e emrave që qarkullon tashmë po shkakton reagime dhe debat në rrjet. Burimet tregojnë se Erik Fullani, partneri aktual i Sara Hoxhës, do të jetë pjesë e këtij edicioni. Për të, ky do të jetë dalja e parë në një format kaq të madh televiziv, duke zgjuar kurreshtin e publikut për mënyrën si do të paraqitet dhe si do të përballet me sfidat e shtëpisë. Një tjetër emër që pritet të gjendet mes banorëve është Santana Çomorra, një gazetare. Ndërkohë, pas debatit që bëri Bui me saj dhe Engji Nasufit, Neada Muça është një tjetër emër që mendohet se do t'i bashkohet Bigut. Duke qenë një figurë që ka ditur gjithmonë të tërheqë vëmendje, hyrja e saj pritet të sjellë dinamika të forta dhe zënka tipike për këtë format. Edicioni i ri po shihet si një nga më të komentuarit deri tani, fal kombinimit të personazheve të reja, historive personale dhe pritshmërive të larta të publikut. Spektakli nis me 20 dhjetor dhe sipas të gjitha gjasave, këtë vit gara për famë dhe çmimin e madh do të jetë më fort se kurrë.